Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Britania e Madhe dhe disa shtete të tjera të rëndësishme perëndimore kanë bërë thirrje për vijimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar këtë si zgjidhjen e vetme për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve ballkanike. Përfaqësuesit e këtyre shteteve kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë e re të Kosovës, duke inkurajuar atë të angazhohet aktivisht në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë në kuadër të procesit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SBA-s tha se Shtetet e Bashkuara presin të punojnë me qeverinë e re të Kosovës për të mbështetur stabilitetin dhe sigurinë rajonale, duke vënë theksin në rëndësinë e besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar. Ambasada gjermane gjithashtu ka theksuar nevojën për një përparim të dukshëm në dialogu me Serbinë, duke theksuar që qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të forcojë koordinimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe të punojë për realizimin sa më shpejt të perspektivës europiane të Kosovës. Përfaqësuesit e Gjermanisë besojnë se kjo do të ndihmojë në përmirësimin e marrëdhënieve dhe përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare. Ndërkohë, ambasada britanike ka shprehur shpresën se qeveria e Kosovës do të adresojë nevojat e të gjithë qytetarëve, përfshirë përparimin e integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës. Britania e Madhe ka shprehur gjithashtu mbështetje për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe ka inkurajuar Kosovën që të përmbushë sa më shpejt kërkesat e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian.